Në fakt do të flasim për një temë tjetër, për vrasjet e fundit, e që në fakt pjesë e tyre kanë qenë shumë shpesh, biznesmen, persona që kanë qenë themi kështu me impakt në qytetet e Shqipërisë. Njëjtë ndodhi edhe në mbrëmjen e 30 nëntorit, ku u trondit Elbasani, pra biznesmeni Edmond Hyka, i njohur ndryshe si Mundi Mëhalla, u ekzekutua me 2 plumba në kokë, duke shtuar edhe një emër tjetër në listën e gjatë të viktimave të botës së biznesit. Do të flasim për sigurinë, por edhe për arsyet, sepse po çojnë deri tek këto vrasje dhe si po arrihet që këta autor të vrasjeve të ikin pa u kapur nga autoritetet, pra nga policia e Shqipërisë. Do të flasim për gjitha këto, përmes një lidhje direkte që e kemi Veli Myftari, shef i përgjithshëm i policisë së shtetit, ndërkohë që e kemi edhe Lefter Maliqi, që është ish zëvendës drejtor i burgjeve në Shqipëri. Mirë se vini. Mirë se u gjejmë, kënaqësi. Faleminderit shumë. Do doja të nisim me ju, zotëri Myftari, pikërisht me disa detaje për rastin e fundit, për rastin e biznesmenit në Elbasan, dhe që më pas fokusohemi pak edhe si fenomena, që të flasim që pse po ndodhin këto vrasje. Cilat janë informacionet e fundit sa i përket rastit në Elbasan? Me lejoni përpara se ta fillojmë me këto probleme të rënda që keni edhe ju patjetër në objektin e punës. Gjejmë rastin si ish drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit dhe jo shefi i policisë për korrigjim të vogël, se s'është problem. Në vitet e veçanta që kemi bashkëpunuar në mënyrë të jashtëzakonshme me të trullin tuaj, me popullin tuaj, me shtetet përkatëse botërore, edhe posaçërisht me paktin e madh NATO, që u realizua ajo ditë e madhe që u shlirua Kosova, dhe unë kam fatin që isha në detyrën e drejtorit përgjithshëm, dhe me rastin se sapo kemi kaluar 2 ditë nga festa e nëndorit, festat tona përgjithshme, por sidomos edhe për ju, festa 28 nëndorit, kur është festa më e madhe e kombit shqiptar në Nitja e Flamurit. Pra, në radhë parë, do të thoja, gëzuar të gjithë teleshikuesve tuaj këtë ditë madhe. Okej, faleminderit shumë për këtë urim. Natyrisht ne kishim edhe një edicion special atë ditë ku natyrisht i sollëm të gjithë festën nga Kosova e nga Shqipëria. Ndërkohë sot jemi për këtë problematikë që e thatë edhe ju për të folur, sepse çfarë kemi folur faktikisht për këto raste. Duke mos kuptohet, mos u zgjata në programin tuaj lidhur me problemet e pashme të hershme që kam unë, pikërisht jo nostalgji, por krenari që të kemi qenë dhe të kemi ato lidhje të barbashta. Kthehem tek rasti që ju intereson në programin tuaj. Rasti e Elbasanit natyrisht është keqardhës, edhe kam shprehur edhe në një emision tjetër tonë para 2 ditësh, që është një rast fatkeq i papranueshëm për shoqërinë shqiptare dhe sidomos për biznesin në tërësi. Por rasti konkret unë nuk dua të zgjatem, po të them vetëm kaq. Në tjetë natyrë dhe detyrën e policisë shtetit, në tjetë të nxjerrin motivet e kësaj vrasjeje. Nuk do të hynë në detaje se si ai person, individ që është, siç pash edhe mbiemrin e tij, cilën nuk e njoh sepse është moshë e re, kur kam ikur nga Elbasani pak në vitin 1998, kur ishte detyrë të policisë kriminale në Elbasan, dhe kam ardhur në Tiranë, dhe si individ nuk e kam njohur, as si biznesmen se kam njohur, por njoh vetëm thjesht si mbiemër, që do të thotë se është djalë shumë i ri, rreth 15 vjeç me sa kuptova unë. Dhe realisht, me thënë të drejtën, kur ky del dhe shprehet media i informacione siç janë nga media tona, që ka pas dhe precedente tjera penale, do të jenë arsyet, mendoj, që do ta kenë sjellë dhe këtë ekzekutim të tij, ose siç ndodh në raste të tjera, kanë konflikte personale, kanë konflikte nga arsye edhe të pasurive të dhëna, kanë konflikte edhe drejt për drejt për shkak që hakmarrje, siç po ndodh, jo pak në raste të tilla. Ktu po i them edhe po presim patjetër si opinion, edhe si shoqëri që ta nxjerrë hetimi të dyja organet përkatëse shtetërore që janë si prokuroria, ashtu dhe policia e Elbasanit, të arrijmë në një kohë sa më shpejt. Cili person doli, më duket se është dhënë prapë edhe një informacion që është kapur një individ
i cili mund të japë shpjegimet e tij dhe po presim të gjithë së bashku. Po. Majlishi, edhe nga raportimet të cilat po bëhen vazhdimisht në media për të mbetur këtu tek ky rast, çfarë ka quar në këtë vrasje? Parë njërë përshëndetit akuzëve të Kosovës, përshëndet edhe ju, por edhe ish drejtori në përgjithshëm zotin Meftari, koshitens në të lidhje të përbashkët. Unë ju përshëndes në qarku i Beratit aktualisht. Ju e prezentuar në fillim që jo vetëm si ish zëvëns drejtori i përgjithshëm i burgjeve, por dhe si ish drejtues policie në veri dhe në jug të Shqipërisë, por dhe si ish antar i Komisionit Sigurisë Kombëtare për 7 vitesh në Parlamentin e Shqipërisë. Duhet ju bëj me dije që kriminaliteti ka ardhur në rritje, kriminalitet ka pas në çdo qeverisje, por këto vitet e fundit është dukshëm në rritje dhe zbulueshmëria raportimeve nuk është në nivelet e dura dhe keqardhja duhet të them sepse në Shqipëri unë mbështes fort policinë e shtetit, sepse vin nga ata, por mbështes policë të thjesht deri në nivelet e mesme, të cilët janë në kushte më të këqija se sa policia e Kosovës, përse i përket jo vetëm pagës, por edhe kushteve me radhë. Dhe keqardhja do të them sepse në Shqipëri, ndryshe nga ju besoj, këtu është politika që bën emërimet, edhe kohët e fundit është krimi, oligarkia, që ndërhyn me fjalë në emërimet e drejtuesve të policisë, dhe po t'i vësh re, drejtuesët e policisë lëvizin sa një qark tjetër janë të njëjtët pothuajse në 90% të rasteve që lëvizin, dhe kjo ka të bëj edhe me këtë situatë rënd kriminale të ndodhur në Shqipëri. E vërteta është ju po thoni që institucionet e drejtësisë nuk janë të lira për ta bërë punën e vet në këto raste. Qiko, drejtësia ka pas probleme herë pas here policia edhe me drejtësinë, ka pas akuza ndërshillta ndër vitesh, por do të them që detyra kryesore për parandalimin, zbulimin dhe goditjen e veprimtarisë kriminale është drejt për drejt policia e shtetit. Fatkeqësisht krimi është në rritje, krimi komandohet edhe në burgjet, megjithëse unë prezantohet si zyrtar drejtor i burgjeve, madje edhe rasti Rinasit tregon për lidhje të grupeve kriminale dhe eliminime me pagesë. Kemi shumë raste, për shembull në Vlorë, kemi të dhëna për element të zhdukur dhe janë pa autor dhe nuk janë gjetur as persona, pa persona të zhdukur, raste kriminale në Elbasan, raste kriminale në Shkodër, në Lushnjë e me radhë, dhe duhet ju them se kjo ndodh edhe për shkak të lëvizjeve të shpeshta në policinë e shtetit, por edhe për shkak sepse nuk janë të motivuar, sepse krimi tani ka marrë një fuqi shumë të madhe, madje intelektualët janë larguar nga vendi, një pjesë e vogël ka ngelur, dhe këtu kriminal me 8 klasë, me fjalë kanë resorte, i marrin tendera, me fjalë ndërtojnë pallate, janë të lidhur keq me trafiket, dhe mos harrojmë një gjë që raportit e Departamentit të Shtetit, raportet e fundit, por edhe nga Bashkimi Evropian, tregojnë për lidhjen me krimin e organizuar, janë tronditë me fjalë raportet që kanë ardhur në vendin tonë për Shqipërinë. Kështu që unë kam thënë dhe them, unë kam qenë drejtues policie, madje kam qenë shefi policisë rendit në Gjirokastër, kur ishte problem një lazarat për problemet e drogës, dhe gabimi ishte i shtetit që nuk dëlyri me fjalë. Pra këtu tregonte që ishte politika, pavarësisht se unë isha shef rendi dhe urdhatimin e drejtori i qarkut, por ishte politika që ndrynte në atë kohë, por mbas një lazarati të famshëm u bë Shqipëria gjithë lazarat. Mos harrojmë që Sajmir Tahiri ish ministri i rendit, i cili mbajti përgjegjësi për mbjelljen e Shqipërisë me drogë, por nuk ishte zoti Tahiri që i lejoi ata, ishte drejt kupola kreu i qeverisë shqiptare dhe pastaj e përdor si kokë turku, duke u futur në burg dhe aktualisht nuk e dim dhe se si është me shëndetin e tij në bazë të dhënave, në bazë daljes
nga burgu. Kështu që kemi ngjarje tepër të bujshme, siç është edhe vrasja e Santos, i cili ende nuk është zbuluar, pra krimi i sofistikuar, vrasjet me pagesë janë shtuar, janë shumë ngjarje që kanë ndodhur me vrasje me pagesë, dhe kjo ndodh për shkak të oligarkisë, bandave të cilat drejtojnë sot qeverisjen, drejtojnë vendin, dhe besoj dhe shpresoj që Departamenti Amerikan i Shtetit dhe institucionet europiane, tashëm të atashuar disa prej tyre në SPAK, po veprojnë të paktën drejt përgoditjen me fjalë e lidhjeve të krimit edhe me politikën. Po, zotëri Miftari. Unë besoj dhe shpresoj. Po. Po, sepse për shkak kohës televizive po mundohemi që pak a shumë të bëjmë pyetje dhe të kuptojmë për gjithë kronologjinë, por edhe për rastet e fundit në fakt që po ndodhin. Desha ta pyes zotrin Miftari për këtë rast të fundit, po ashtu pra një person u ekzekutua me 3 plumba, 2 ishin në kokë. A i bie kjo që me të vërtet kemi të bëjmë me persona që pra marrin para për t'i kryer këto vrasje, për vrasës me pagesë, sepse janë shumë të saktë dhe arrin që të largohen nga vendi i ngjarjes. Dhe çka tregon kjo për këtë fenomen që po ndodh vazhdimisht? Atëherë, për t'ju futur edhe këtij rasti, në analizë të thellë, unë do të thoja që ka një periudhë jo të vogël kohore, që krimi është të vërtet në mënyrë më të organizuar se çka qenë në periudhën bashkë. Dhe kjo solli edhe këto ngjarje njëra pas tjetrës, të ndryshme të rënda, por krimi sot përdor të gjitha format për të realizuar qëllimet e veta. Spari mund të bëjë nëpërmjet njerëzve të tillë, por duke patur të ardhura kriminale të mëdha nëpërmjet forma të ndryshme, siç janë trafiku i drogës, trafiku i qenim njerëzore, të cilën ne kemi pas luftuar në kohën paktën kur kam qenë dhe drejtor për dhe vazhdimsi, gjatë detyrave të mia policore, pak nga 97 e këtej, kur jam rikthyer në polici, sepse kam qenë edhe hershëm në periudha të gjata, ka gjetur mënyra e trafikimit femrave për mua është nga më të rënda. Së dyti periudha 97-s, kur shteti shqiptar, qeveria e kohës, u shpartallua në mënyrë më të rëndë, edhe u morën, u grabitën, apo u shpërndahen me qëllim, pa qëllim, nuk ka rëndësi fare kjo, sepse është një kohë që është pak e gjatë, që nga 97 thash, dhe armët e ushtrisë, ato që ishin në dorë të Ministrisë së Brendshme, ju morën popullatës, ju dhanë popullatës, ose u morën nga popullata, nga njerëz të caktuar. Dhe sot në duart të njerëzve kriminala, edhe pse ka forma tjera për të gjetur mënyrë për të gjetur armë, janë bërë të tilla që janë të rrezikshme edhe për të shkuar deri ke vrasja. Do të thoya vetëm kaq. Po, ndërkohë sot nuk është çudi. Arrestime, për këto raste të cilat janë mediatike, sepse fatkeqësisht unë thash edhe më herët, edhe në këtë emision kemi folur shpesh për këto raste këtë vit në Shqipëri. Sa ka arrestime për raste të cilat janë mediatike dhe njihen? Jo, unë nuk jam aktualisht në këto detyrat që thash ka vitin që nga 2002 jam larguar. Por realisht ka të tillë që kanë dalë ekzekutorë të ndryshëm. Edhe janë pasqyruar, janë hedhur, edhe është informuar publiku gjë, me thënë drejt. Por unë do të thoj edhe kaq. Sot ky krim është shtrirë dhe ka një bashkëpunim të veçantë edhe me krimin në shkallë bote. Pra, krimi jonë, ose elementet tanë, ata individ të cilë vërtet ka marrë përsipër riskun më të madh. Kjo do të tregojë gjë, jemi njerëz. Dhe ta bësh llogarinë e jetës për pak ditë është e rëndë, sepse do humbasësh kokën tënde. Dhe ata shkojnë deri në Afrikën e Jugut, po, sidomos në Amerikën Latine. Dhe dish që andaj të bësh atë trafikim të drogës në këto përmasa, por në trafikime tjera, si thash, edhe që një njerëzore se këte ke pas dhe plagë shoqërore shumë të rënda në kohë, dhe nuk e kemi, si thonë, trajtuar pak, bashkë me, si thonë, me kolegët tanë, jashtë Shqipërisë, edhe pse jo edhe me ju,
në policinë e Kosovës, Po. dhe do thotë që sot është bërë edhe kjo punë jo e lehtë. Megjithatë, bashkohem vetëm në një pikë me zotin Maliqi, ish kuadrion, ish punonjës policie, që gjeti rrugën e politikës dhe nuk u morë më me policinë shtetit, që do t'ishte vlerë tjetër, ose kontribut tjetër. Besoj Maliqi ka për t'ju thënë diçka. Kam unë një gjë. Që lidhet, po ju thëmë falni, që lidhet me ekzekutimet. Janë disa raste vërtet të rënda. Polici shtetit i takon dhe i duhet që të mos ketë vëmendjen tek politika. Politika ka punë vetë, ata që janë kuptohet në qeverisje kanë detyrat e veta, por edhe në kohën time, por dhe unë pas këshillat e mia personale, aty ku kanë qenë kuptohet të mundshme, kanë qenë. Merreni me ligjin dhe as mos e keni mendje ke politikanë të korruptuar, ke politikanë që kanë bërë biznese, po pasuri në mënyrë të parregull, në mënyrë të papranueshme dhe në kohë shumë të shkurtër. Po, vetëm se ne po, njerëzit që merren me ligj edhe me drejtësi, edhe patë edhe vrasje, edhe po vrohen, po vriten. Pikërisht pa. Bate në tash statistika nuk i kam që të them konkretisht, por një gjë mund të them që në përmasa galopante nuk mund të thuash asnjë se ka. Domethënë tilla vrasje janë të rënda edhe për kaq sa janë, shumë të veçanta, bile ka ca statistika të bukura të kohës tonë që zbritën vrasjet në minimum. Edhe kjo është domosdoshmëri. Ka të bëjë me forcën e policisë në atë që quajmë ne forca goditëse. Dhe forca goditëse presupozon të njohësh situatën mirë, ta ndjekësh atë në vazhdimsi, të bësh parandalime të vrasje në gjitha forma, duke i kapur elementet pare se ndodhet ngjarja, e tjera. Pra këta, ja për shumë rasti, të basane, po e themi që me keqardhje në këtë formë. Aty dihesh fare mirë se cili ishte ky biznesmen ose ato precedente që ka. Duhen mbajtur në kujdes në gjitha forma, thash po e tregoj tani, sepse janë profesionale, dhe të bëhet puna që duhet parandaluese. Në këtë aspekt ne kemi nevojë shumë. Por a janë profesionistë me fill punojës të policisë sot? Them se janë sepse bëhet një arsimim i tyre jo i vogël, bëhen kurse të veçanta jo i pakët dhe njerëzit janë përzgjedhur. Nëse i kanë hyrë rrugës policore, ata duhet të jenë të përkushtuar në këtë aspekt. Nëse kanë vajtë dhe ata me mendimet që hajde të pasurohemi para që kohës atë jemi polici, jo është shumë e gabuar dhe shumë e rëndë. Për ata personalisht, për familjen e tyre, por edhe për shtetin mbi gjithë. Po, atëre, zotri Maliqi, për të që u diskutua deri tani edhe për arrestimet të lutem një përmbledhje, sepse jemi në fund. Dhe më pak unë gjej rastin që e kanë thënë kudo, edhe në media, edhe kudo, që pushteti 4 është pushteti më i rëndësishëm për gjithë shqiptarët dhe opinionin publik, që është pushteti medjes. Madje pushteti medjes është ajo që në kohë reale publikojnë çdo gjë që ndodh në Shqipëri. Janë të parët që kanë rrezikuar vendën ngjarje. Unë kam bërë disa interpelanca me ish ministra Rendi, duke filluar nga Sandëlleshje me radhë për ngjarje të bujshme edhe në kryeqytet, por unë nuk heq as i presje lidhjes së drejtuesit të policisë me krimin. Ju keni parë që edhe para disa ditësh një oficer policie u arrestoti për lidhje me krimin. Ju keni dëgjuar që ish drejtori operacionales Bistri u arrestuoti për vite për krimin, por ju keni dëgjuar që edhe ish drejtori i përgjithshëm i policisë Gledis Nano, vetëm se tregoi në ambasadën amerikane për lidhje me krimin dhe sipas të dhënave për njeriu e zhdukur Ervis Martini, që ka qenë kontingjent i krimit dhe u larguoti me njerë nga policia e shtetit, me dorëheqje. Pra ka drejtues policie të ndershëm, por nuk i lë njerin punë, ka policë të ndershëm që janë me shumicë, por nuk zbatojnë dot ligjin dhe nuk e lënë që të punojnë siç duhet, madje disa prej këtyre ikin dhe viktima, jo vetëm policinë e shtetit, por edhe policinë e burgjeve, sepse krime makabre kanë ndodhur, është sofistikuar, dhe për mua janë vrasësit me pagesë, me fjalë ata që bëjnë të gjitha ato krimet dhe hakte terroriste, sa që djegin makina, janë të lidhur keq me segmente jo vetëm policisë, por edhe me keshin, e patju që ndodhi në Rinas që nuk ishte drita deri në Fushkruj, e me radhë.
Prandaj unë po them që policia e shtetit ka nevojë për mbështetje të politikës në tërësi, të shoqërisë civile në tërësi, ka nevojë për mbështetje logjistike, për mbështetje financiare dhe ka nevojë me fjalë që politika të heqë dorë nga emërimet. Nuk po them që ka deputet që mund të ndryjnë apo dhe zyrtarë të tjerë për ndryjnë për të vendosur njerëz të ndershëm, por unë jam kundër oligarkëve dhe banditëve të cilët në për rrethet bëjnë ligjin, në për qarqet bëjnë ligjin dhe emërojnë ose dhe shkarkojnë nga detyra oficer dhe drejtues policie. Kështu që po të shihni në kohën e zotit Myftari, në kohën që kam qenë unë, me efektisht e oficer policie shumë të ndershëm, me qenë parë që mbaruar Akademinë e Policisë, dhe e meni me përkushtim në Lushnjë kam punuar në fillimet e mia të karrierës, deri edhe në Mirdit, dhe edhe sot këdhe me burgit përjetshëm, po me firmën time në burgun e Peqinit, vrasës serial me fjalë në Mirdit, vrasësi i cili vrau Ganima Lushin, ish komisarin e policisë të Fushkrujës, njëri tepër të ndershëm. Pra unë e kam arrestuar si shef policie kriminale dhe mbas një viti del nga burgu dhe vret pasaj komisar Malushin. Pra, janë këto lidhje që them unë që nuk e lën vendin të ecë dhe të zhvillohet. Besoj dhe shpresoj, unë kam qenë kritik dhe jam kritik për disa zvarritjet e timeve të SPAK-ut, pra drejtësia e re, por nga ana tjetër jam falenderues për disa arrestime të bushme që ka marrë edhe në politikën shqiptare kohët e fundit. Kështu që besoj dhe shpresoj tu qëndron Departamenti i Shtetit nga pas, qëndrojnë organizmat e huaja të cilët janë të afishuar pranë SPAK-ut, por edhe njerë do të them që të bindemi të gjithë. Krimi organizuar ka marrë për masa shumë të mëdha këto vitet e fundit për shkak të lekut të madh të pastrimit parave, trafikut drogës dhe vrasjet me pagesë janë shtuar dhe mirë organizohen, mirë instruktohen në mënyrën e se si do ta kryejnë vrasjen, si do të humbin gjurmët e gjitha me radhë. Por duhet të them që kjo ndodh. E di që ka dhe shumë për të folur, po jemi krejt në fund, unë do doja që falenderoja të dyve për inkuadrimin dhe për shkrimin që i bëtë kësaj situate, urojmë që të kemi sa më pak rastet e tilla për të folur sa i përket asaj që ndodh në Shqipëri. Kështu që falenderit shumë për sot. Falenderit shumë, gjithashtu, mirë njësë.